as laptop, edhe në rastin tim konkret kam një USB që në fakt e kanë avokatët që unë sa hap dot, se nuk kam mjete me të cilat punoj. Pra nuk kishit kohën, është ideja. Nuk kishit kohën e mjaftueshme. Koha e pa mjaftueshme. Spari e iniciova unë të procedurën, në fakt duhet ishte këshilli që të informon. Së dyti, sekretari duhet merrte një votim të këshillit për të lejuar kryetarin e bashkisë të paraqitur. Së treti, ashtu si gjykata juaj e nderuar dha një shembull si bëhet kjo procedurë sipas ligjit, duhet i shkruhet drejtorisë bugjeve që të shoqërohen. I thuash dikujt që me letër dhe me laps për pak orë, pa ditur në pa dijet plot, çfarë do të diskutohet, cili është krimi që kanë bërë, kush është keljarën e kushtetutës, çfarë mungesë po bëhet fjalë. Për të plotësuar dhe avokatin, kërkesa e parë është bërë 15 ditë mbas u arrestohet. Sigurisht Këshilli Bashkiak ishte mësuar që 10 ditë s'merre pushim, se një njeriu më marrë 2 javë pushim vere ose 1 muaj dhe nuk zvendçohet. Po ishte aq çudi për Këshillin që unë s'kisha marrë kur pushime, saqë për 15 ditë zelli politik ka përceu kushtetutën e ligjit. Kjo besoj në serioz situatë. Faleminderit. Në lidhje me delegimin apo zvendësimin e kompetencave, në praksimet e Këshillit të Ministrave thuhet që nuk mund të delegohen të gjitha kompetencat. Ju jeni qëndroni ides që nuk mund të delegohen të gjitha kompetencat, apo se kompetencat mund të zhvilloheshin edhe jashtë zyrës, pra edhe në kushtet e izolimit. E nderuar zonë gjyqtare, në çdo rast që më është kërkuar të veproj, kam vepruar. Ka qenë emërimi, delegimi në kryetarëve, nuk kam penguar në Bashkinë e Tiranës të mbjelli pemë të të. S'jam bërë pengesë për asgjë, as nuk kam penguar të pastrohet qyteti. Pra kjo historia që institucionet janë gjithë aty, s'është penguar Tirana të ketë ujë 24 orë. Drejtorët janë aty, stafi është aty, ju nuk besoni që mendoni se unë shkoja dhe rregulloja vetë çdo çështje. Patjetër që jepja shembullin tim të parë. Por institucioni ka qenë aty dhe nuk kam guruar të marrë si vendim. Siç nuk kam guruar të përgjigjem çdo letër dhe ankesë qytetarëve që ma çonte letrën me shkrim në burg. Pra nuk jam bërë pengesë. Por siç thash, duhet kisha prangat dhe ju lopatën duar, dhe ky nuk është një problem që shkaktova unë. Kjo është një gjendje që më imponua. Një pjesë e shtetit thotë rri Durrës në internim, një pjesë tjetër thotë pse s'ka. Tash jemi në një republikë, është një shtet. Faleminderit ju. Kam një gjyqtar Xhaperlar. Në datën 16 tetor, juve keni paraqitur një shtesë kërkesës, kundërim disa shkaqe shtesë të arsimit. Që përmendet dhe sot në seancë, bëhet fjalë për çështjen e bashkimit të 3 propozimeve, bëhet fjalë për votimin e hapur dhe për procedurën e mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Mbledhja e jashtëzakonshme, njoftimi i të ditës e të tjera çështje si këto. Gjykata shprehur në jurisprudencën e saj që shkaqet e reja të ankimit do duhet paraqiten derisa çështja nuk ka kaluar në seancë plenare. Ju këto i keni sjellë në datën 16 tetor, pra pasi keni marrë njoftim që çështja kishte kaluar në seancë plenare. Mund të jepni pak shpjegim që si e motivoni se duhet që gjykata të marrë në shqyrtim këto shkaqe të reja. Nderuar, neve kemi qenë në vështirësi në lidhje me njohjen e gjitha aktet. Ne nuk i kemi pasur në dispozicion dhe në momentin që janë në vend dispozicion, me aq sa kemi pasur mundësi, kemi sjellë me urgjencë pretendimet tona shtesë në gjykatën kushtetuese. Kështu që arsyeja pse gjykata kushtetuese mund të gjykojë që të marrë në konsiderat këto është pikërisht kjo vështirësi që ne kemi pasur në marrjen në kohë të dokumentacion. Pra aktet ndëruar zënë gjyqtar, aktet janë vënë në dispozicion vetëm me gjykata kushtetuese, pra ajo që ka të bëjë me vendimin e Këshillit të Ministrave. Ndërsa vendimi i Këshillit Bashkiak është dërguar në Delia në institucione të paraqitjes, por vetëm thjesht si një kopje e një projekt vendimi, vetëm një flet tek. Ndërsa Këshilli i Ministrave i marrë dhe vend ndjeni të procedurës që është ndërtuar relacioni që shoqëron projekt vendimi vetëm me gjykata kushtetuese. Ndaj kemi paraqitur më vonë. Faleminderit. Një nga pretendimet tuaja ka të bëjë me parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe autonominë vendore. Ndarja e pushteteve në kuptimin vertikal, thoni ju, sepse në rastet e shkarkimit të kryetarit të bashkisë nga detyra,
rrezikohet çështja e autonomisë vendore. Ndërkohë, në parantezë dua të saktësoni, nëse ju pranoni që kryetari i bashkisë, cili është fakti që pranoni ju? Kryetari i bashkisë nuk është paraqitur në detyrë? Kryetari i bashkisë është vënë në pamundësi për të paraqitur në detyrë, apo kryetari i bashkisë nuk është paraqitur në segli, në zyrat e bashkisë, po detyrën e ka ushtruar? Se kam përshtypjen që disa pyetjeve këtu ju dhanë disa përgjigje dhe nuk kanë krijuar mua ndoshta pa qartësi. Pra më duhet të mos sqaroni që cili fakti qëndroni ju. Në qoftë se kryetari i bashkisë është vënë në pamundësi për të paraqitur në detyrë, për rrethana objektive, thoni në aspekt që kemi drejtuar statës, duket sikur krijohet një lloj deficiti demokratik në qytetin e Bashkinë e Tiranës. Kuptimi që qytetarët e Tiranës nuk arrin të përfaqësohen ose punët e tyre. Nderuar, doja për analogji t'ju përmendja një rast, po në Shqipëri, kryetari i bashkisë së Tropojës ka qenë 11 muaj në arrest shtëpie, pra në një mas të përkohshme, që nuk është bashkia, nuk ka qenë në arrest bashkia, nuk ka qenë në zyrë, ka qenë në shtëpinë e vet. Dhe tani lind pyetja, janë të gjithë qytetarët e barabartë? Pse është ndryshe një qytetar i Tiranës me qytetar të Tropojës? Dhe pse toleranca në Tropojë është 11 muaj, kurse në Tiranë është respektivisht 2 javë, 3 muaj dhe 7 muaj. Pra, këtu kemi një disbalancë totale. Ajo që di t'ju them është që sa herë që më shkërkuar kam qenë prezent, por insistoj në argumente që dhash gjatë fjalës time. 2 gabime nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Dhe për gjithë ata që kanë argumentin po për qytetarët, patjetër. Po s'pari kam unë një betim dhe një kontratë lidhur me qytetarët që duhet ta mbrojnë. Së dyti dhe për ata që po kandidojnë, po sikur nesër t'ia bëjnë Ogertës, Florit, Arlindit. Një masë sigurie, pra kaosi që mendojmë që kemi tani nuk është gjë hiç me kaosin nëse kjo do kthehet në një standard në të gjithë Shqipërinë, në kryetarët e bashkive. Kështu që kjo është një betejë që po bëhet për ata që do të vinë pas meje, kurdo qoftë ajo. Faleminderit. Një saktësi në lidhje me pyetjen që u bën në gjyqtarët më përpara, pyetjen e gjyqtarës Semini. Kur juve sekretari i Këshillit Bashkiak ju dërgoi 2 herë shpresa, të cilat përfundonin në të njëjtën mënyrë, që ju thoshte mund t'i paraqisni qëndrimin tuaj me shkrim. Ju nuk e paraqitët me shkrim se nuk kishit mundësi në ambientet e paradozimit, nuk e paraqitët me shkrim sepse menduat që procedura që ai ndoqi nuk ishte në përputhje me ligjin, apo nuk e paraqitët me shkrim sepse nuk kishit informacion për çfarë të jepin me shkrim. Nderuar zonë gjyqtarë, të treja bashkë. As nuk kisha informacion, as nuk kisha mundësi, as nuk dija për çfarë bëhet fjalë, dhe kur ky vendim as nuk kalon në këshill për të ftuar zyrtarisht si pjesëtar i këshillit. Pra siç thash janë 2 procedura. Thret vetën kryetari fton këshillin, bën vetë këshilli thret kryetari. Nuk më thret sekretari, është në punës administrative, ai duhet hedhur në vot, çuar dosja e informacionit, dhën koha e mjaftueshme, ti thua kryetarit të bashkisë, çfarë kesh observacione nesër, observacione për çfarë? Cili është relacioni, cili është vendimi, cilat janë akuzat? Domethënë si mund të mbrohem pa ditur për çfarë po më akuzoni. Kështu që përgjigjja e shkurtër është të treja bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Kam dhënë disa pyetje. Kam kryesisht për avokatin të parë. Në mendimin tuaj, me 115 ka delegim ligjor apo nuk ka delegim ligjor? Pra, njeni 62 me gjithë pikat që ka ligji për të qeverisë vendore. Se ju e përmendët që thatë në fillim të ligjit, citohet në 115. Kjo është pyetja ime. Ka delegim apo s'ka delegim? Si e konsideroni? Ne konsiderojmë që një 115 i ligjit nuk lejon, i kushtetutës, nuk lejon, nuk ka hapësirë që nëpërmjet një ligji të shtohen shkaqe të tjera shkarkimi përveç atyre që thot një 115, që është shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. Dhe çdo shkak shkarkimi, kudo që ekziston, në çfarë do lloj ligji, ose është në përputhje me 115, ose nuk është në përputhje me 115. Dhe nëse nuk është në veçantë kushtetutës. Por ne shikojmë mundësinë që është në përputhje me 115. Pra ne themi që 115 nuk ka hapësirë. Kjo është e përgjithshme. Pyetja ime është më konkrete, nderuar.
ka delegim apo s'ka delegim? Ju dhat një shpjegim, por unë dua të kuptoj. Ka delegime, konsideroni që ka delegim, pra neni 62 sa e përmendët në parashtrime, tha, edhe vetë ligji e ka të parashikuar lart. Po, i vetmi delegim që mund t'japi një 115 është që legjislatori të krijojë shkaqe shkarkimi në përputhje me këtë. Pra ka delegim për ju. Ka delegim, po që siç janë varianti B dhe C i neni 62 që ne mendojmë që janë detajime të termit shkeljerë. Aja është e neni 62 është motamo neni 115. E kuptoj. Mirë. Kam një pyetje tjetër për juve ose për kërkuesin vet. Thjesht për ta ndarë, shumë me një përgjigje shumë të shkurtër, po ose jo. E konsideroni veten në mungesë, po në mungesë me arsye, apo e konsideroni veten që jeni duke ushtruar detyrën, ose keni qenë duke ushtruar detyrën, në kuptimin faktik. Unë duhet ta pranoj që jam profan, e nderuar zonë kryetare në jurisprudencë, po përgjigjja e ndershme do ishte kjo. Kontrolonse për shpirt do duhet isha në zyrë, jo në burg, me delegim. Po përsa kohë që ligji dhe është e ligjshme delegimi i detyrës, Tiranës nuk i ka munguar as dhënia e ndërtimit, as pastrimi, as mbjellja, as eventet. Kështu që përsa kohë që asnjë procedurë nuk është bllokuar për meje, kjo është për mua një mungesë me arsye. Një strukturë e shtetit më mban në Durrës, një strukturë e shtetit tjetër më thotë se si në Tiranë. Kështu që unë besoj për të zgjidhur këtë kaos, edhe për të referuar raportit Veneci që pata mund të ta lexoj, i adreson të dyja. Duhet pasur shumë kujdes me masat e kryetarit të bashkimit, se nuk janë vetëm drejtat e individit, të cilat po shkelen, po dhe të qytetarëve. Po nga ana tjetër, super kujdes për largim, sepse kthehem në një precedent ku kjo kthehet pastaj në vend që tjetë një përjashtim nga rregulli. Dhe ju pyetët ku gjendem unë sot, në fakt gjendem me një absurditet. Jam në një roman të Kafkës për moment. Faleminderit. Po. Vetëm ishte të vogël. Edhe sot e kësaj dite, Bashkia e Tiranës në kryetar janë në detyrë nga kohë për të kryer detyrën e kryetarit të bashkisë, firmos me shkresat kryetari i bashkisë Erion Velia dhe mungesë me porosi zonja Kristani. Pra për ta ndarë në lidhje me nenin 62 që flet për mungesën, ju thoni jam në mungesë, po jam me arsye, apo në fakt nuk jam në mungesë dhe jam duke kryer detyrën, për shkak të delegimit të detyrave zonjës Kristani. E nderuar, në variantin tonë, 162C-ja nuk përqendrohet thjesht mungon apo s'mungon, por mungon për shkaqe objektive apo për shkaqe subjektive. Mungon për shkak të ekzistencës së një mase sigurie që të kufizon të ushtrosh në mënyrë të plotë detyrën, apo mungon për shkak se ti vetë ke zgjedhur të mos shkosh në detyrë. Dhe në kuptimin që ne i japim në 62C, sipas 115 kushtetuesës, mungesa, nëse mund quhet mungesë, dhe po bie dakord që është mungesë, është për shkaqe objektive të pavarura, metodit e liaj, pa faj.